Se si është situata dhe përse jemi drejtu këto. Unë sot konkretisht kam pru gjithë këta janë banorë të fshatit Rjoll. I kam sjell këtu për disa arsye të veçanta për sa i përket që ne na djegin. E para është sepse unë kam marrë këtu që të vërtetoj vërtetësinë e pronësisë. Para kamerave, para gjithë shqiptarëve. Që t'i them çfarë dokumentit kam unë. Dhe çfarë dokumentit ka ai. Ti përkasim njëri me tjetrin dhe unë nëse i kanë këto të falsifikuara, unë i betohem para shqiptarëve, i përgjigjem në mënyrë penale edhe morale shqiptarëve që dalë këtu gënjej, nëse këto dalin falsa. Për të njëjtën pronë jemi dy persona. Kemi dy vërtetime pronësie. Edhe unë, edhe ai. Unë e kam që në vitin 1935-ën me 7/7 vitit 1935 që do t'ja u tregoj, e kam këtu. Dhe Fatmir Shpellza vjen 2019, cili është reali. Ne jemi fshatar që kemi shtëpiat dhe kemi 200 vjet që jenë aty. Dhe vjen një nga hiqi që ne nuk po thyej se nuk jam racist. Ne jemi vetëm fshat që aty jemi katolik. Vjen një musliman aty dhe thot, unë thot, kam këtu se m'ka vdeki para 500 vjetëve. Dhe ban 1.500.000 metra katrorë me letra. Aq ma tepër mërë gazetar ta dini diçka. Rjolli që në 2016 në fshati Bakse Rjoll është zonë e mbrojtur. Është zonë e mbrojtur. Theksoni e mirë këtë zonë e mbrojtur. Janë ata ambientalistat, typ të kenë që e lanë Rjollin ta heqin vetëm zonën për 1.500 dylymve tokë që zotëria i bani me letra për ndërtim, e hoqen nga zona mbrojtur. Kurse gjithë këta fshatarët që kanë shtëpiat dhe jetojnë aty, u thot sot, nuk ta legalizoj shtëpinë sepse e ke zonë të mbrojtur. Dhe të gjithë ata njerëzit atje që jetojnë prej 200-300 vjetëve nuk kanë letra shtëpijet. Për arsye sepse nuk don ai. Aty ku kishin interesin për të ndërtuar resortin luksoz, e hoqen nga zona mbrojtur. Dhe po ta shikoni ambientalistat, asnjë nuk foli. Po pse mërë, kaq lidhun kanë këta, kaq kriminella kanë këta, kaq bankan bashta. Më kanë premtuar sot deputet që vim këto. Më kanë premtuar gjitha forcat politike këto që vim. Ku janë? Më ka premtuar Sazan Guri, pa ja përmes emrin, që më ke këtu. Ku je Sazan? Më ke thënë që jam vetëm për këtë çështje. Ku je Sazan? Hajde Sazan, hajde një mërë shqiptar se marume. Lumgoja. Tashi, sa i përket. Tani, unë do paraqes provat që i kam pru ekstra, sepse këto janë originale. Nuk kam pru letra që të vi këtu edhe të tërprohen para shqiptarëve. Kam pru letra që të vërtetoj pronësinë dhe t'i them gjyshit, o jam kanar me ty, ose ta mallkoj aty në varr që më kanë lënë këto letra. Më kanë lënë letrën që në 35-ën dhe kam këtu. Dhe gjyqtari i cili mori dënimin e merituar atje, më tha mu që letrat tuaja janë falso. Jo falso. Por nuk ta jap pronën se nuk gjej kufitarin lindor. Kurse zotëria pa kufitar fare, pa letra fare, i mori 1.500 dylym tokë. I shiti, për një vit i shiti, për një vit bani gjyqin, për një vit mori paret, për një vit filloj me ndërtimin, gjitha i bani këta. Kush është ky? Qa janë këta?